Ai mendonte se nëna e tij ishte e sigurt, e kujdesur mirë nga nusja e djalit. Por një telefonat nga një fqinje ndryshon gjithçka. Kur hyn me forcë në shtëpi, gjen nënën të mbyllur në një hangar të ndyrë. Që nga ai moment, ai betohet, kur më nuk do t'i dështoj asaj që i dha jetën. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet na ndiqni, vazhdojmë. Tirana kishte qenë gjithmonë një qytet që nuk flinte, por për Artan Bashën, 10 vitet e fundit kishin kaluar si një mjegull gri takimesh, kontratash dhe vendimesh strategjike. Ai kishte ndërtuar një perandori nga hiçi, duke e shndërruar një firmë të vogël ndërtimi të trashëguar nga Jati në një nga konglomeratet më të mëdha të pasurive të paluajtshme në vend. Kullat të xhamta që çanin qiellin e Tiranës mbanin firmën e tij. Qendra tregtare, komplekse luksoze, ndërmarrje që ndryshonin fytyrën e lagjeve të tëra. Artan Basha ishte një emër që shfaqej në revistat e biznesit, që përshpëritej me respekt në sallat e bordeve drejtuese, që frymëzonte admirim dhe zili në doza të barabarta. Por pas atij burri 62 vjeçar, të patëmet në kostumet e tij italiane dhe gjithmonë me qëndrimin e prerë të dikujt që kur nuk ishte tërhequr para një sfide, kishte një boshllëk që asnjë kontratë milionere nuk mund ta mbushte. Jeta e Artanit ishte shënuar nga arritje të jashtme dhe humbje të brendshme. Ai kishte humbur djalin e tij, Ardianin, 15 vjet më parë, në rrethana që preferonte të mos i risilte në kujtesë. Djali ishte vetëm 28 vjeç kur u nda nga jeta, duke lënë pas një grua të re, Teutën, dhe një vrim që nuk do të mbushej kurrë në zemrën e të atit. Që atëherë, Artani ishte larguar nga pothuajse gjithçka që nuk përfshinte shifra dhe tabela. Ishte martuar 2 herë pas vdekjes së djalit, por asnjëra nga marrëdhëniet nuk zgjati më shumë se 3 vjet. Gratë ankoheshin për ftohtësinë e tij, për paftësinë e tij për t'u dorëzuar emocionalisht, për mënyrën se si ai dukej gjithmonë i largët, edhe kur ishte fizikisht i pranishëm. Dhe ndoshta kishin të drejtë. Artani kishte mësuar ta mbronte zemrën duke e mbyllur me 7 dryna, duke e mbajtur veten tepër të zënë për të ndjerë. I vetmi person që ende arrinte ta kalonte atë mur ishte zonja Lulieta, nëna e tij. Një grua që kishte kaluar të 80-tat e imët dhe delikate si një kukull porcelani, por me një forcë të brendshme që gjithmonë e kishte mahnitur të birin. Lulieta kishte qenë robaqepse gjithë jetën, kishte rritur Artanin dhe Ardianin pothuajse e vetme, pasi burri i saj i kishte lënë kur djemt ishin ende të vegjël. Ajo qepte deri natën vonë, pranonte porosi në fundjavë, bënte punë shtesë duke hekurosur rroba për të siguruar që djemt të studionin në shkolla të mira dhe të mos u mungonte kurrë asgjë. Kur Artani filloi të prosperonte në biznes, gjëja e parë që bëri ishte të blinte një shtëpi të madhe dhe komode për nënën e tij. Më pas erdhi një makinë me shofer, sigurim shëndetësor privat, një pension mujor bujar. Ai donte që ajo të jetonte me gjithë komoditetin që nuk e kishte pasur kurrë në rini. Por Lulieta ishte gjithmonë kokfort dhe e pavarur. Refuzonte të jetonte me të birin, thoshte se i duhej rutina e saj, liria e saj. Artani e respektonte këtë, megjithse nuk e kuptonte plotësisht. Kur Ardiani u nda nga jeta, ishte Lulieta ajo që e mbajti Artanin në momentet më të errëta. Ajo e pengoi atë të shembej plotësisht, ajo e bëri të premtonte se do të vazhdonte përpara, se do ta shndërronte dhimbjen në qëllim. Dhe Artani e kishte mbajtur atë premtim, duke u zhytur kokë e këmbë në biznes, duke ndërtuar kulla gjithnjë e më të larta, sikur me to të mund të prekte qiellin ku tani ishte i biri. Teuta, e veja e Ardianit, gjithmonë kishte mbajtur kontakte me familjen. Ajo ishte një grua në të 30-tat, me një bukuri të thjeshtë dhe sjellje të përmbajtur. Pasi Ardiani u nda nga jeta, Teuta kaloi momente të vështira. Nuk kishte familje të afërt në Tiranë, kishte ardhur nga Korça kur ishte e re, e kishte takuar Ardianin në një festë të miqve të përbashkët dhe ishte dashuruar shpejt. Martesa kishte qenë e thjeshtë por e lumtur. Kur mbeti e ve, Teuta e gjeti veten të humbur, pa drejtim. Artani gjithmonë ishte ndjer përgjegjës për të. Në fund të fundit ishte gruaja që djali i tij kishte dashur. Kështu, kur Teuta sugjeroi se mund të kujdesej për zonjën Lulieta, Artani e pa këtë si një zgjidhje perfekte. Nëna po bëhej më e brish, kishte nevojë për shoqëri të vazhdueshme, dhe ai jetonte duke udhëtuar për biznes, rrallëherë arrinte ta vizitonte me frekuencën që do të dëshironte. Teuta, nga ana tjetër, kishte nevojë për një qëllim, për një mënyrë për të rindërtuar jetën. Marrëveshja u bë rreth 5 vjet më parë. Teuta u transferua në shtëpinë e zonjës Lulieta, duke marrë rolin e kujdestares.
Artani do t'i dërgonte një pension mujor bujar çdo muaj, para më se të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha shpenzimet e shtëpisë, ilaçet, ushqimin special, fizioterapin, përveç një page të drejtë për teutën për punën e saj. Në fillim, gjithçka dukej se funksiononte në mënyrë perfekte. Artani telefononte çdo javë për të folur me nënën e tij, dhe Lulieta gjithmonë thoshte se ishte mirë, se teuta ishte një vajzë flori, e vëmendshme dhe e dashur. Me kalimin e kohës, vizitat e Artanit u rralluan. Jo për mungesë dashurie, por për shkak të rutinës së çmendur që bënte. Kalonin 3-4 muaj pa arritur ai të shkonte atje personalisht. Por parat nuk munguan kurrë. Çdo muaj, me përpikëri fetare, transferta bëhej. Artani llogariste gjithçka: ushqim organik, suplemente vitaminash, konsulta mjekësore private, ilaçe të gjeneratës së fundit, fizioterapi 3 herë në javë, përveç një shumë bujare për luks të vogël dhe shëtitje. Ishin mbi 200.000 lekë të reja në muaj, një pasuri për standardet e shumicës së familjeve shqiptare. Artani besonte se po bënte gjën e duhur. Besonte se, duke garantuar komoditetin material të nënës së tij, ponderonte kujtimin e të birit dhe po përmbushte rolin e tij si djalë i përkushtuar. Telefonatat ishin gjithmonë të shkurtra por qetësuese. Lulieta thoshte se ishte mirë, se hante siç duhet, se teuta e nxirrte për të marrë diell në obor. Zëri i nënës dukej pak më i dobët çdo herë, por Artani ja atribuonte këtë moshës së natyrshme. 2 vjet më parë, teuta njohu një burr të quajtur Marcel. Ajo i telefonoi Artanit, e nervozuar, duke i kërkuar leje për t'ia prezantuar. Artani, gjithmonë pragmatik, tha se ajo kishte çdo të drejtë të ribënte jetën e saj, se nuk kishte nevojë për miratimin e tij. Marceli ishte, sipas teutës, një shitës autonom, punëtor dhe i ndershëm. Pak më vonë, të dy u martuan në një ceremoni të thjeshtë. Teuta i garantoi Artanit se asgjë nuk do të ndryshonte, se do të vazhdonte të kujdesej për zonjën Lulieta me të njëjtën dashuri si gjithmonë. Dhe jeta vazhdoi. Artani vazhdoi të ndërtonte perandorinë e tij, duke udhëtuar në Dubai, New York, Londër, duke mbyllur kontrata milionere, duke zgjeruar bizneset. Telefonatat për nënën vazhduan të ishin të rralla, por të rregullta. Ai gjithmonë pyeste nëse ajo kishte nevojë për diçka, nëse parat po arrinin siç duhet, nëse ndjente ndonjë dhimbje. Lulieta gjithmonë thoshte jo, se gjithçka ishte mirë, se nuk duhej të shqetësohej. Por kishte diçka në zërin e saj që Artani nuk arrinte ta identifikonte. Një hezitim delikat, një ton më i ulët, pothuajse një pëshpërim. Ai ja atribuonte moshës, dobësisë natyrore të dikujt që kishte jetuar më shumë se 8 dekada. Kur nuk i shkoi në përmend se mund të ishte frikë. Jeta e Artanit në Tiranë ishte intensive. Apartamenti i tij pranë liçenit artificial ishte një pasqyrim i suksesit të tij, kati i 18, pamje panoramike e qytetit, dekor minimalist i firmosur nga një arkitekt i njohur, vepra arti në mure. Por ai kalonte pak kohë aty. Zgjohej në 5 të mëngjesit, shkonte në palestër, pastaj shkonte direkt në zyrën e tij në blok, ku qëndronte deri vonë natën. Fundjavat ishin të rezervuara për darka biznesi, evente korporative, disa orë të pakta golfi në klubin e golfit të Tiranës. Ai kishte një ekip ekzekutivësh kompetent që kujdeseshin për operacionet e përditshme të kompanive, por Artani gjithmonë bënte çmos të ishte në dijeni të çdo vendimi të rëndësishëm. Ishte kontrollues, i detajuar, perfeksionist. Punonisit e tij e respektonin, por pak arrinin të afroheshin vërtet me të. Artani i mbante të gjithë në distancë profesionale, shmangte bisedat personale, dekurajonte afrimitetet. Mariana, asistentja e tij ekzekutive prej gati 10 vitesh, ishte një nga të paktat që guxonte ta thyente këtë barrierë her pas here. Ajo ishte në të 40-tat, jashtëzakonisht efikase dhe zotëronte një intuit mbreslënëse për të parashikuar nevojat e shefit. Her pas here, Mariana komentonte se Artani duhet të merrte pushime, të vizitonte nënën më shpesh, t'i kushtonte vëmendje jetës personale. Ai gjithmonë buzëqeshte me mirësjellje dhe ndryshonte temë. Ishte një pasdite e enjte, ndërsa Artani por i shikonte projektin e një ndërmarrjeje të re në zonën perëndimore të Tiranës, kur i ra celulari. Ishte një numër i panjohur me prefiks të Tiranës. Ai zakonisht nuk u përgjigjej telefonatave nga numra të çuditshëm, por diçka e bëri të përgjigjej atëherë. Ndoshta një parandjenje, ndoshta thjesht mërzia e të kaluarit orë të tëra duke parë plane arkitekturore. Zëri në anën tjetër të linjës ishte i dridhur, i ngarkuar me një urgjencë që e bëri Artanin të drejtohej në karrige.
Ishte një grua e moshuar që u prezantua si Drita, fqinja e zonjës Lulieta. Artani e njihte atë emër vagullisht. Nëna e kishte përmendur disa herë një fqinje të sjellshme që jetonte në shtëpinë ngjitur. Ajo që Drita tha në fjalët e ardhshme bëri që gjaku i Artanit të ngri. Ajo fliste ulët, pothuajse duke përshpëritur, sikur kishte frikë se mos e dëgjonin. Tha se prej muajsh vinte re gjëra të çuditshme në shtëpinë ngjitur. Se nuk e shihte më zonjën Lulieta të ulur në verandë, siç ishte mësuar. Se dëgjonte zhurma të çuditshme që vinin nga pjesa e pasme e shtëpisë, rënkime të mbytura që dukeshin si të dikujt në vuajtje. Se Teuta dhe burri i saj dilnin dhe ktheheshin në orare të çuditshme, gjithmonë me çanta plot, ndërsa shtëpia dukej gjithnjë më e braktisur. Drita tregoi se kishte tentuar të bisedonte me Teutën disa herë, duke pyetur për zonjën Lulieta, por gjithmonë merrte përgjigje evazive. Ajo po pushon. Ajo nuk do vizita. Ajo nuk ndihet mirë sot. Justifikimet ndryshonin, por rezultati ishte gjithmonë i njëjtë, e moshuara nuk shfaqej kurrë. Pika që mbushi kupën, tha Drita me zë të mbytur, ishte kur ajo dëgjoi qartë, natën e kaluar, zërin e dikujt që qante. Një e qarë e ulët e dëshpëruar që vinte nga pjesa e pasme e shtëpisë. Ajo kishte qëndruar zgjuar gjithë natën, duke u debatuar me veten nëse duhej të telefononte policinë apo të përpiqej të kontaktonte familjen së pari. Kishte vendosur për opsionin e dytë. Artani ndjeu botën t'i rrotullohej. Reagimi i tij i parë ishte mohimi. Nuk mund të ishte e vërtetë. Ai dërgonte para çdo muaji shuma bujare. Teuta kishte qenë gjithmonë kaq ndihmuese, kaq e përkushtuar. Si mund të ndodhte diçka e gabuar pa e ditur ai? Por zëri i Dritës nuk ishte i dikujt që shpikte histori. Ishte i dikujt vërtet të shqetësuar, madje të tmerruar. Ai e falenderoi për telefonatën, i kërkoi adresën e saktë dhe premtoi se do të shkonte atje menjëherë. E mbylli telefonin dhe qëndroi ulur për disa minuta, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte dëgjuar. Apo e egzageronte? A ishte fqinja thjesht një person i vetmuar që shite probleme aty ku nuk ekzistonin? Po sikur të ishte e vërtetë? Po sikur nëna e tij të ishte duke vuajtur ndërsa ai mbyllte kontrata milionere në anën tjetër të qytetit? Artani anuloi të gjitha takimet e ditës, diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Mariana mbeti e habitur kur ai doli me nxitim nga zyra, duke thënë vetëm se kishte një urgjencë familjare. Ai hyri në makinë, një Mercedes i zi që e ngiste personalisht kur nuk ishte në angazhime formale, dhe vendosi adresën në GPS. Shtëpia ndodhej në periferinë veriore të Tiranës, në lagjen La Prah. Artani e njihte adresën, sigurisht në fund të fundit ishte ai që e kishte bler atë shtëpi për nënën vite më parë. Por kishin kaluar më shumë se 2 vjet që nuk kishte shkuar atje personalisht. Gjithmonë gjente justifikime, ishte shumë i zënë, kishte udhëtime të planifikuara, zonja Lulieta ishte mirë sipas Teutës, kështu që nuk kishte urgjencë. Ndërsa ngiste nëpër rrugët e bllokuara të Tiranës, Artani ndjente një ankth në rritje në gjoks. Po sikur të kishte dështuar, po sikur në obsesionin e tij për të ndërtuar një perandori materiale, të kishte lënë pas dore të vetmin person që vërtet kishte rëndësi? Fjalët e fqinjes i kumbonin në mendje si një çekiç. Rënkime. Të qara. Izolim. Si nuk e kishte vënë re më parë. Trafiku ishte veçanërisht i rënduar atë pasdite. Ajo që normalisht do të merrte 40 minuta, përfundoi duke marrë gati 2 orë. Artani trokiste gishtat nervozisht në timon, duke ndëruar korsi, duke u rënë Boris shoferëve më të ngadalt, duke ndjer padurimin dhe frikën të rriteshin nëpër masa të barabarta. Ai telefonoi 3 herë në telefonin e Teutës, por të gjitha thirrjet shkuan direkt në kutinë zanore. Provoi telefonin fiks të shtëpisë, por askush nuk u përgjigj. Më në fund, pas asaj që u duk si një përjetësi, Artani arriti në lagje. La Praka ishte një zonë e vjetër e Tiranës, me shtëpi 1 katëshe dhe 2 katëshe të viteve 70 dhe 80, rrugë me pemë dhe një ritëm më të ngadalt se qendra financiare. Shtëpia që ai kishte bler për nënën ndodhej në një rrugë të qetë, ishte një ndërtim i thjeshtë por i mirëmbajtur, ose të paktën kështu besonte ai. Kur Artani parkoi para portës, zemra i rrahu fort. Shtëpia që ai njihte, e lyer me të verdhë të çelët me dritare të bardha dhe një kopsht të mirëmbajtur, tani dukej ndryshe. Boja ishte e qëruar, kopshti i mbuluar nga barrat e këqija, porta e ndryshkur kërciste në erë.
Kishte një ndjenjë braktisjeje që ishte e prekshme edhe nga jashtë. Artani zbriti nga makina ngadalë, sikur po lëvizte nëpër ujë. Çdo hap drejt portës dukej se kërkonte një përpjekje mbinjerëzore. Ai e shtyu portën, e cila u lëshua me një kërcitje metalike që bëri zogjit në pemë të fluturonin të trembur. Shtegu ishte i qarë, me barra të këqija që mbinin mes gurëve. Dritaret e përparme kishin perde të mbyllura, duke penguar çdo pamje të brendshme. Artani i ra ziles, por nuk pati zë. Me sa duket, ishte prishur. Ai trokiti në derë atëherë, 3 goditje të forta që jehuan nëpër rrugën e heshtur. Prit. Asgjë. Trokiti përsëri, këtë herë më fort, duke thirrur emrin e Teutës. Dëgjoi lëvizje brenda, hapa të nxituar, pëshpërima të mbytura. Dera u hap pjesërisht, e mbajtur nga një zinxhir sigurie. Teuta u shfaq në të qarë, dhe Artani gati nuk e njohu. Gruaja që ai e mbante mend si delikate dhe gjithmonë e rregulluar, tani dukej e lënë pas dore. Flokët i kishte të shpupuritura, rrobat të zhubrosura, kishte rrath të thellë të zinj poshtë syve. Por ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen Artanit ishte shpreha e saj, një përzierje habie dhe diçkaje që dukej shumë si faj. Teuta, tha Artani, zëri i tij doli më i prerë se sa ndjehej për brenda. Duhet të shoh nënën time. Tani. Teuta hezitoi, syt i shmangeshin vështrimit të tij të drejt për drejt. Ajo belbëzoi diçka rreth zonjës Lulieta që po pushonte, se nuk ishte një moment i mirë, se ai duhej të kishte lajmëruar që do të vinte. Artani ndjeu zemërimin të fillonte të vlonte. Ai nuk kishte nevojë të lajmëronte për të vizituar nënën e tij. Ai nuk kishte nevojë për leje për të hyrë në shtëpinë që ai vetë e paguante. Hiqe atë zinxhir dhe hape derën, Teuta, tha ai, zëri i tij i ulët por i ngarkuar me një autoritet që nuk pranonte refuzim. Tani. Teuta dukej se e kuptoi se nuk kishte si të shmangej. Me gishta të dridhur, ajo lëshoi zinxhirin dhe hapi derën. Artani hyri dhe ajo që pa e la të shokuar. Dhoma e ndenjes që ai e mbante mend si të thjesht por të pastër dhe komode, tani ishte në një rrëmuj të plotë. Kishte grumbuj rrobash të shpërndara në divan, kuti të grumbulluara në qoshe, një televizor të madh dhe modern që sigurisht nuk ishte aty më parë, por rreth tij gjithçka dukej e ndyrë dhe e braktisur. Era që dilte nga shtëpia ishte shqetësuese. Një përzierje myku, ushqimi të vjetër dhe diçka e tjetër që Artani nuk arrinte ta identifikonte, por që i bënte stomakun të përzier. Muret që dikur ishin të bardha tani ishin me njolla, kishte çarje në tavan dhe dyshemeja me pllaka ishte e mbuluar me papastërti të grumbulluar. Ku është nëna ime, Teuta, pyeti Artani duke parë përreth. Teuta lëvizi këmbët, e nervozuar. Ajo është në pjesën e pasme, po pushon. Nuk ka qenë mirë kohët e fundit. Bëhet shumë konfuze, e di si është. Artani nuk i besoi asnjë fjalë. Ai filloi të ecte nëpër shtëpi, duke injoruar protestat e dobta të Teutës. Kaloi nëpër kuzhinë, e cila ishte në gjendje edhe më të keqe se dhoma e ndenjes. Lavamani vërshonte me enë të palara, kishte mbetje ushqimi mbi tavolinë, dyshemeja ishte ngjitse. Artani ndjeu të përzierat të shtoheshin. Atëherë e dëgjoi. Një tingull i ulët, pothuajse i padëgjueshëm, që vinte nga pjesa e pasme e shtëpisë. Një rënkim. Nuk ishte një tingull i dikujt që flinte apo pushonte. Ishte tingulli i dikujt në vuajtje, dikujt që kërkonte ndihmë pa fjalë. Artani vrapoi në drejtim të tingullit duke kaluar nëpër korridorin e ngushtë. Teuta bërtiti pas tij, duke i kërkuar të ndalonte, të mos shkonte atje, por ai e injoroi plotësisht. Arriti te një derë që të çonte në obor dhe e hapi me vrull. Obori ishte po aq i braktisur sa pjesa tjetër e shtëpisë. Ajo që dikur kishte qenë një kopsht i vogël, tani ishte vetëm tokë e thatë dhe mbeturina të shpërndara. Dhe në fund, kishte një hangar. Një ndërtim i vogël me tulla që Artani e mbante mend vagullisht si një depo të vjetër për vegla dhe mjete kopshtarie. Kishte një dry në derën e hangarit. Një dry i ri dhe zullues, plotësisht i pavend në mes të degradimit të përgjithshëm. Artani ndjeu një të ftohtë të i përshkonte shtyllën kurrizore. Pse do të kishte një dry aty? Tingulli vinte nga brenda atij hangari. Ai u kthye nga Teuta, e cila ishte ndalur disa metra prapa, e zbeth si një fantazmë. Hape këtë, urdhëroi ai, duke treguar drynin. Artan, tentoi ajo, zëri i dështoi.
Ti nuk e kupton, ajo bën shumë telashe, bëhet e shqetësuar, mjeku tha se ishte më mirë të qëndronte në një vend të qetë. Mjeku. Cili mjek, mendoi Artani. Ai kur nuk kishte autorizuar ndonjë konsult kohët e fundit, kur nuk kishte marrë ndonjë raport. Hape tani, Teuta, ose do ta thyej këtë derë. Teuta e kuptoi se nuk kishte zgjidhje. Me duar të dridhura, nxori një çelës nga xhepi dhe u afrua. E hapi drynin, i cili ra në tokë me një tingull metalik. Artani nuk priti. E shtyu derën dhe ajo u hap rënd. Era që doli nga brenda ishte e neveritshme. Një erë e athët urine, myku, dekompozimi. Artani ndjeu lotët tiburonin me njëherë në sy, si nga era ashtu edhe nga ajo që shite para tij. Hangari ishte i vogël, jo më shumë se 3 metra me 3. Dritaret ishin të mbyllura me dërasa të gozhduara, duke penguar hyrjen e dritës natyrale. Kishte vetëm një llampë të dobët të varur në tavan, që krijonte hije ogurzeza në muret me njolla. Dyshemeja ishte prej cimentoje të ftohtë dhe të lagësht. Dhe aty, e strukur në një qoshe, mbi një dyshek të hollë dhe të ndyrë, ishte zonja Lulieta. Artani nuk mundi ta përmbante klithmën që i shpëtoi nga fyti. Ajo figurë skeletore dhe e dridhur nuk dukej të ishte nëna e tij. Flokët e thinjura ishin plotësisht të shpupuritura dhe të ndyra, lëkura e zbet pothuajse transparente e shtrirë mbi kockat e dala, sytë të thelluar dhe të palvishëm. Ajo mbante veshur një këmishë nate të grisur dhe të ndyrë dhe ishte e strukur sikur përpiqej të zhdukej brenda vetes. Kur Artani bëri një hap përpara, zonja Lulieta u tërhoq me dhunë, një tingull i mprehtë tmeri i shpëtoi nga fyti. Ajo ngriti krahët e dobët mbi fytyrë, sikur priste të goditej dhe filloi të dridhej në mënyrë të pakontrolluar. Nën, pëshpëriti Artani, lotët tani i rridhnin lirshëm nëpër fytyrë. Nën, jam unë. Është Artani. Je e sigurt tani. Por zonja Lulieta nuk dukej se e njihte. Sytë e saj kërcenin nga njëra anë në tjetrën, të frikësuar, të humbur. Ajo murmuriste fjalë të pakuptueshme, fragmente fjalish që nuk kishin kuptim. Artani vuri re se kishte një kovë në qoshe, e mbushur deri në gjysmë, që shërbente si banje e improvizuar. Kishte mbetje ushqimi të vjetër në një pjatë plastike të qarë. Nuk kishte batanie, nuk kishte jastëk, asgjë përveç atij dysheku të tmerrshëm. Artani u gjunjëzua ngadalë, duke u përpjekur të mos e tremte më shumë nënën. Ai zgjati dorën ngadalë, me gjithë kujdesin e botës. Nën, tha ai përsëri, zëri i tij u thye. Do të nxjerr nga këtu. Nuk do të vuash më. Premtoj. Zonja Lulieta e shikoi për një moment të gjatë dhe diçka dukej se u ndes në sytë e saj bosh. Një shkëndi njohjeje. Buzët e saj të çara lëvizën, duke u përpjekur të formonin fjalë. Artan, pëshpëriti ajo, aq ulët sa ai mezi e dëgjoi. Artan, biri im. Dhe pastaj ajo shpërtheu në dënese të heshtura, trupi i saj i brisht u drodh me forcën e lotëve që më në fund gjetën leje për të rënë. Artani e tërhoqi butësisht në krahët e tij, duke ndjerë sa absurd pak peshonte, sikur të ishte bërë prej ajri dhe kockash. Ai e mbajti kundër gjoksit, duke ndjerë zemrën e saj të rritë dobët dhe në mënyrë të parregull, dhe u betua në heshtje se kushdo që e kishte bërë këtë do të paguante. Në një mënyrë apo tjetër do të paguante shtrenjtë. Orët në vijim u zhvilluan si në një makt nga i cili Artani nuk arrinte të zgjohej. Ai e mbajti nënën në krah, duke ndjerë çdo kockë në lëkurën e hollë, çdo dridhje që përshkonte atë trup që dikur kishte qenë i fortë dhe plot jetë. Zonja Lulieta peshonte më pak se një fëmijë, dhe kjo ja thyente zemrën Artanit në mënyra që ai as nuk e dinte se ishin të mundshme. Teuta u përpoq t'i ndiqte, duke belbëzuar justifikime të pakoherente, shpjegime që nuk kishin asnjë kuptim. Artani e injoroi plotësisht. Vëmendja e tij ishte tërësisht e përqendruar në largimin e nënës nga ai vend tmerri. Ai e vendosi me kujdes në sediljen e pasme të makinës, duke hequr xhaketën e tij për ta mbuluar. Zonja Lulieta vazhdonte të dridhej, duke murmuritur fjalë të palidhura, sytë ende të ngarkuar me atë tmerr që i coptonte shpirtin Artanit çdo sekondë. Para se të nisej, Artani nxori celularin nga xhepi dhe filloi të fotografonte gjithçka. Hangarin e ndyrë, dyshekun e papastër, kovën që shërbente si tualet, drynin nga jashtë, dritaret e mbyllura. Filmoi gjithashtu gjendjen e shtëpisë, papastërtinë e grumbulluar, rrëmujën.
dhe e regjistroi Teutën ndërsa ajo përpiqej të shpjegojë, zëri i saj nervoz duke pranuar se po, zonja Lulieta qëndronte në hangar sepse bënte shumë telashe, sepse bëhej e shqetësuar, sepse mjeku, një doktor Silva që askush nuk e njihte, do të kishte rekomanduar izolim. Artani nuk tha asnjë fjalë gjatë regjistrimit. Thjesht e la Teutën të fliste, të hapte vetë gropën e saj me çdo justifikim patetik që ofronte. Kur mbaroi, e ruajti celularin dhe hyri në makinë. Nuk shikoi prapa. Nuk donte ta shihte më atë shtëpi. Nuk donte të kujtonte se për vite me radhë nëna e tij kishte vuajtur aty ndërsa ai besonte se po bënte gjën e duhur. Rruga deri në spitalin amerikan u bë në heshtje. Artani ngiste me njërin dorë, tjetrën e kishte zgjatur prapa, duke mbajtur dorën e ftohtë të nënës. Zonja Lulieta kishte pushuar së murmurituri dhe tani vetëm shikonte nga dritarja me sy bosh, sikur nuk arrinte ta përpunonte se ishte jashtë atij hangari, sikur nuk besonte se ajo ishte e vërtetë. Në urgjencën e spitalit, reagimi i mjekëve dhe infermierëve ishte i menjëhershëm dhe tronditës. Një e moshuar në ato kushte nuk ishte diçka që shihnin shpesh, veçanërisht duke ardhur nga një familje me sa duket e pasur si ajo e Artanit. Ai ishte i qartë dhe i drejt për drejt kur i shpjegoi situatën mjekut të turnit, një burr në moshë të mesme i quajtur doktor Henrik Tabaku. Artani nuk la asgjë pa thënë. Tregoi për neglizhencën, për gjendjen në të cilën kishte gjetur nënën, për muajt e izolimit. Doktor Tabaku urdhëroi një sër ekzaminimesh të menjëhershme. Zonja Lulieta u dërgua në një dhomë urgjence ndërsa një ekip mjekësor mobilizohej rreth saj. Artani qëndroi jashtë, duke ecur sa andej këtej në korridorin e pastër të spitalit, duart i dridheshin, stomaku i ishte mbledhur. Ai i telefonoi Marianës dhe i kërkoi të anulonte të gjitha angazhimet e tij për javën e ardhshme. Nuk dha shpjegime të detajuara, vetëm tha se ishte një urgjencë familjare e rëndë. Më pas i telefonoi avokatit të tij personal, avokat Agron Ferizaj, një burr me përvojë që kujdesej për çështjet ligjore të Artanit prej më shumë se 20 vjetësh. Artani i shpjegoi situatën në detaje klinike dhe objektive, duke i dërguar edhe fotot dhe videot që kishte bërë. Agroni qëndroi në heshtje për një moment të gjatë pasi dëgjoi gjithçka, dhe kur më në fund foli, zëri i tij ishte i ngarkuar me indinjak të sinqertë. Artan, do të kujdesemi për këtë, tha ai me vendosmëri. Do të filloj procedurat për të garantuar kujdestarinë tënde ligjore mbi zonjën Lulieta menjëherë. Dhe sa i përket çështjes tjetër, do të na duhen të gjitha këto prova. Ajo që ke parë është shumë e rëndë. Do të kontaktoj me autoritetet kompetente. Artani e falenderoi dhe e mbylli. U ul në një nga karriget e korridorit, kokën mes duarve. Si e kishte lejuar të ndodhte kjo? Si nuk e kishte vënë re? Telefonatat kishin qenë gjithmonë kaq të shkurtra, zëri i nënës gjithmonë kaq i dobët. Pse nuk dyshoi? Pse nuk shkoi ta vizitonte më shpesh? Paratë që dërgonte me përpikëri çdo muaj ishin shumë bujare që të mbetej kaq shumë. Ku po shpenzoheshin, nëse jo në kujdesin e zonjës Lulieta? Përgjigjja ishte e qartë dhe e neveritshme. Teuta dhe burri i saj po i përdornin ato para për veten e tyre. Televizori i madh, çantat që përmendi fqinja, daljet e shpeshta. Ata po jetonin në kurriz të vuajtjes së një të moshuare të pambrojtur. Artani ndiu një zemërim aq intensiv sa duart i mblodhen grusht, thonjt i ngulën në pëllëm. Pas gati 3 orësh pritjeje, doktor Henriku më në fund doli nga dhoma e urgjencës. Fytyra e tij ishte serioze, e shqetësuar. Ai i kërkoi Artanit ta shoqëronte në zyrën e tij për të biseduar privatisht. Pasi u futën brenda, me derën e mbyllur, mjeku nuk i kurseu fjalët. Zoti Basha, gjendja e nënës suaj është jashtëzakonisht e rëndë. Ajo është rëndë e kequshyer, gjë që tregon se nuk ka marrë ushqim të duhur prej muajsh. Është e dehidratuar, me shenja të disa infeksioneve që nuk janë trajtuar. Kemi gjetur plagë nga presioni, gjë që sugjeron se ajo ka qëndruar shtrirë për periudha të gjata pa kujdesin e nevojshëm. Por ajo që më shqetëson më shumë është gjendja e saj psikologjike. Artani gëlltiti me vështirësi. Vazhdoni, ju lutem. Ajo paraqet shenja të qarta të traumës psikologjike të rëndë. Hipervigjilencë, frikë ekstreme nga afërsia fizike, përgjigje disociative. Kur u përpoqëm ta ekzaminonim, ajo u kap nga paniku, duke besuar se do të ndëshkojë. Kjo është karakteristike e dikujt që ka vuajtur situata stresi ekstrem për një periudhë të gjatë.
Ajo do të ketë nevojë për ndjekje psikiatrike intensive përveç kujdesit fizik. Artani mbylli sytë duke ndjerë lotët t'i digjinin. A do të shërohet, doktor? Fizikisht, po, me trajtimin e duhur dhe kohë. Por psikologjikisht, Artan, doktor Henriku bëri një pauzë duke zgjedhur fjalët me kujdes. Trauma që ka pësuar nëna juaj do të lërë gjurmë. Ajo mund të mos jetë kurrë saktësisht personi që ishte më parë. Do të bëjmë gjithçka në fuqinë tonë, por duhet të jeni i përgatitur për një proces shërimi të gjatë dhe të vështirë. Artani pohoi me kokë, i pa aftë të fliste. Doktor Henriku i vuri një dorë në shpatull në një gjest empatie. Do ta mbajmë të shtruar për të paktën një javë për të stabilizuar gjendjen e saj fizike dhe për të filluar trajtimin psikologjik. Mund ta vizitoni, por duhet të jetë graduale. Ajo është ende shumë e frikësuar. Atë natë, Artani shkoi në shtëpi, por nuk mundi të flinte. Qëndroi ulur në balkonin e apartamentit të tij, duke parë dritat e Tiranës që vezullonin në errësirë, duke u ndjerë djali më i keq në botë. Ai kishte ndërtuar një perandori, kishte grumbulluar pasuri që do të zgjasnin për breza, por kishte dështuar në gjën më të thjeshtë dhe më të rëndësishme, të mbronte atë që donte. Ditët në vijim ishin një mjegull procedurash ligjore dhe mjekësore. Agroni lëvizi shpejt duke paraqitur një kërkesë për kujdestari emergjente në gjykatën kompetente. Me provat e ofruara nga Artani, fotot, videot, raportet mjekësore të spitalit, gjykatësi dha kujdestarinë e përkohshme pothuajse menjëherë. Artani tani ishte ligjërisht përgjegjës për të gjithë kujdesin dhe vendimet që lidheshin me nënën e tij. Paralelisht, u fillua një hetim. Punonisit social vizituan shtëpinë në Laprak, dokumentuan kushtet e mjerueshme, intervistuan fqinjët. Drita, fqinja që kishte bërë telefonatën fillestare, dha një dëshmi të detajuar për muajt e dyshimeve dhe shqetësimit. Edhe fqinjët të tjerë filluan të flisnin, duke raportuar gjëra të çuditshme që kishin parë, por për të cilat kishin frikë të përfshiheshin. Hetimi zbuloi gjëra edhe më shqetësuese. Të dhënat bankare treguan se Teuta dhe Marceli kishin shpenzuar shumë marramendëse në kazino online, udhëtime në Bregdet, blerje pajisjesh elektronike dhe madje edhe një makinë të re që tani ishte e regjistruar në emër të Marcelit. Pothuajse asgjë nga paratë e dërguara nga Artani nuk po përdorej për kujdesin e zonjës Lulieta. Më tronditse akoma ishte zbulimi i një police sigurimi jete në emër të zonjës Lulieta, e kontraktuar 2 vjet më parë nga Teuta. Përfituesja e vetme ishte vetë Teuta. Vlera ishte 50.000 euro. Kur u përball me këtë nga hetuesit, Teuta pretendoi se ishte vetëm një mas paraprake, se Artani e dinte dhe e kishte miratuar, gjë që ishte një gënjeshtër e pacivë. Artani kur nuk kishte autorizuar asnjë sigurim. Situata filloi të pikturonte një tablo ogurzez. Nuk ishte vetëm neglizhencë nga dembelizmi apo papërgatitja. Kishte shenja se vuajtja e zonjës Lulieta ishte e qëllimshme, një mënyrë për të përshpejtuar të pashmangshme në mënyrë që Teuta të mund të merrte sigurimin. Zbulimi bëri që Artani të ndihej fizikisht i sëmur. Ajo grua të cilës i kishte besuar, që ishte e martuar me djalin e tij, planifikonte ta linte nënën e tij të vyshkej deri në fund. Ndërsa e gjithë kjo zhvillohej në fushën ligjore, Artani kalonte çdo pasdite në spital duke vizituar nënën e tij. Vizitat e para ishin të dhimbshme. Zonja Lulieta mezi reagonte ndaj pranisë së tij, duke qëndruar e strukur në shtratin e spitalit, sytë të fiksuar në një pikë të largët. Mjekët shpjeguan se ishte normale, se ajo po përpunonte traumën, duke u përpjekur të kuptonte se tani ishte e sigurt. Por Artani ishte këmbëngulës. Ai vinte çdo ditë në të njëjtën orë, sillte lule të freskëta që i vendoste në komodinën pranë shtratit, i fliste me zë të ulët dhe të qetë, duke i treguar për ditën, për planet e ardhshme, për mënyrën se si ajo së shpejti do të ishte në një shtëpi të re, të bukur dhe komode, ku kur më nuk do të kishte nevojë të kishte frikë. Ishte në vizitën e 5 që ndodhi diçka magjike. Artani ishte ulur pranë shtratit, duke shfletuar një album me foto të vjetra që kishte sjell nga shtëpia, duke i treguar nënës imazhe kur ajo ishte e re, kur Ardiani ishte fëmijë, kur ishin një familje e lumtur. Papritur, zonja Lulieta zgjati dorën e dridhur dhe preku një nga foto. Ishte një imazh i Ardianit 5 vjeç, duke buzëqeshur me një top futbolli në duar. Djali im, përshpëriti ajo, fjalia e parë e plot që thoshte që nga shpëtimi. Ardiani im. Artani ndjeu lotët t'i buronin. Po, nën. Ardiani yt. Ai të donte kaq shumë.
Zonja Luljeta ktheu fytyrën nga Artani atëherë, duke e parë vërtet për herë të parë që kur e kishte gjetur. Lotë I rridhnin nëpër fytyrën e saj të rrudhur. Ti erdhe, tha ajo, zëri I thyer. Më në fund erdhe të më marrësh. Artani ja mori dorën mes të tijave, duke ndjerë sa e ftohtë dhe e brisht ishte. Më vjen shumë keq, nën. Më vjen shumë keq që u vonova kaq shumë. Por tani je e sigurt. Të premtoj se kur më nuk do të lejoj askëm të lëndoj. Zonja Luljeta pohoi me kokë dobët dhe mbylli sytë, por nuk e lëshoi dorën e të birit. Për herë të parë pas ditësh, Artani ndjeu një fije shprese. Ajo ishte ende aty. Gruaja e fortë që e kishte rritur, që kishte sakrifikuar gjithçka për fëmijët, ishte ende diku brenda atij trupi të brishtë. Dhe ai do të bënte gjithçka për ta sjellë atë përsëri. Ndërkohë, në botën jashtë spitalit, një studi po formohej. Hetimi mbi Teutën dhe Marselin fitoi vëmendjen e medias kur një gazetar investigativ mësoi për rastin përmes kontakteve në polici. Historia e një të moshuare të mbajtur në kushte njerëzore ndërsa kujdestarja shpërdoronte paratë e destinuara për kujdesin e saj ishte lloji I reportazhit që trondiste dhe I ndinjonte. Artani fillimisht donte ta mbante gjithçka sekrete për të mbrojtur privatësinë e nënës dhe për të shmangur cirkun mediatik. Por Agroni e bindi për të kundërtën. Ekspozimi publik mund të ndihmonte, jo vetëm për të siguruar që Teuta dhe Marseli të përgjigjeshin siç duhet për atë që kishin bërë, por edhe për të nxjerrë në pa një problem më të madh, numrin alarmant të moshuarve që vuajnë neglizhencë dhe keqtrajtim në të gjithë vendin. Reportazhi u transmetua një të hënë në mbrëmje, në një nga lajmet kryesore televizive të vendit. Natyrisht, emrat u ruajtën, por detajet ishin mjaft tronditëse. Fotot e hangarit, dëshmitë e fqinjeve, deklaratat e mjekëve për gjendjen e viktimës. Reagimi ishte I menjëhershëm dhe masiv. Rrjetet sociale shpërthyen me indinjadh. Politikanët bën deklarata. Institucionet për mbrojtjen e të drejtave të moshuarve kërkuan drejtësi. Teuta dhe Marseli, duke kuptuar seriozitetin e situatës, punësuan një avokat dhe filluan një fushat mbrojtjeje publike. Teuta dha një intervistë duke qarë në një program televiziv, duke pretenduar se ishte e raskapitur, se kujdesi për një të moshuar me probleme mendore ishte shumë I vështirë, se kur nuk kishte pasur qëllim të shkaktonte dëm, se ishte viktim po aq sa zonja Luljeta. Ajo e pikturoi Marselin si zuzarin e vërtet, duke pretenduar se ai e presiononte, se kontrollonte financat, se ajo kishte frikë prej tij. Performanca ishte mjaft bindëse për të fituar simpatinë e disa njerëzve. Komentet në rrjetet sociale u ndan. Disa e mbronin Teutën, duke thënë se kujdestarët raskapiten dhe kanë nevojë për mbështetje. Të tjerë e dënonin ashpër, duke treguar provat e shpërdorimit të parave dhe sigurimin e dyshimit të jetës. Artani e shikoi intervistën e Teutës me një përzierje zemërimi dhe mosbesimi. Si guxonte ajo të bënte viktimën pas gjithë asaj që kishte bërë. Por Agroni e qetësoi duke I shpjeguar se ishte një strategji e zakonshme dhe se nuk do të funksiononte përballë provave konkrete që kishin. Në fakt, kur dosja e procesit u paraqit zyrtarisht duke përfshirë të dhënat bankare, dëshmitë e fqinjeve, raportet mjekësore të detajuara dhe vetë regjistrimet e Artanit, narrativa e Teutës filloi të shembej. Avokati I saj u përpoq të argumentonte se kushtet ishin të egzageruara në foto, se zonja Luljeta po merrte kujdes por asgjë nga këto nuk qëndronte përballë realitetit të dokumentuar. Një kthes e papritur erdhi kur një teze e Teutës, një zonjë e quajtur Sanie që jetonte në Korçë, kontaktoi avokatin e Artanit. Ajo ishte e tmerruar me atë që kishte bërë mbesa e saj dhe donte të ndihmonte. Sania zbuloi se Teuta kishte qenë gjithmonë problematike me paratë, se kishte grumbulluar borxhe në të kaluarën, se martesa me Marselin kishte qenë shumë e shpejtë dhe se ajo dyshonte se ai kishte ndikim negativ mbi mbesën. Më e rëndësishmja, Sania kishte kopje të mesazheve që Teuta I kishte dërguar muaj më parë, duke u ankuar se zonja Luljeta bënte shumë telashe dhe se po mendonte ta vendoste në një azil pleq, por që Artani kur nuk do të pranonte. Kishte madje një mesazh shqetësues ku Teuta komentonte se nëse zonja Luljeta përkeqësohej natyrshëm, do të ishte një lehtësim për të gjithë. Këto mesazhe ishin thelbësore për të çmontuar mbrojtjen e Teutës. Nuk ishte një kujdestare e raskapitur që kishte bërë gabime nga lodhja. Ishte dikush që me vetdije neglizhonte një të moshuar nën kujdesin e saj, shpërdoronte burimet e destinuara për të dhe me sa duket priste që situata të zgjidhej në mënyrën më të keqe të mundshme.
Ndërsa betejë ligjore intensifikohej, Artani përqendrohej në atë që vërtet kishte rëndësi, shërimin e nënës. Pas 10 ditësh në spital, zonja Luljeta doli, por me një listë të gjatë kujdesesh të nevojshme. Artani nuk mendoi 2 herë. Punësoi profesionistët më të mirë në dispozicion, një infermiere private për turnet e ditës, një kujdestare nate, një fizioterapiste, një nutricioniste dhe, ç'është më e rëndësishmja, një psikologe të specializuar në trauma. Ai gjithashtu mori vendimin ta merrte nënën të jetonte me të. Apartamenti i tij pranë liçenit do të kishte nevojë për përshtatje, por nuk kishte problem. Artani punësoi një kompani rinovimi dhe brenda pak ditësh, një nga dhomat u shndërrua në një hapësirë plotësisht të përshtatur për nevojat e zonjës Luljeta. Dhoma u bë e bukur dhe mikpritëse. Shtrat spitalor elektrik, por me çarçaf të butë dhe të bukur. Ndriçim i rregullueshëm me opsione drite të butë dhe të ngrohtë. Një sistem zanor që luante muzikë klasike, të cilën zonja Luljeta gjithmonë e kishte dashur. Një poltron komode pranë dritares, nga ku ajo mund të shihte lëvizjen e qytetit. Dhe, ç'është më e rëndësishmja, asnjë dri në dyer. Artani këmbënguli për këtë. Nëna duhej të dinte se mund të dilte kur të donte, se kur më nuk do të burgosej. Dita kur ai e solli në shtëpi ishte emocionuese dhe e tensionuar në të njëjtën kohë. Zonja Luljeta ishte dukshëm nervoze gjatë gjithë udhëtimit me makinë. Ajo shikonte nga dritarja me shprehje të frikësuar, sikur priste të kthehej në atë vend të tmerrshëm. Kur hyn në pallat dhe hipën në ashensor, ajo filloi të dridhej përsëri. Artani ja mbajti dorën gjatë gjithë rrugës, duke i folur ulët, duke e siguruar se gjithçka ishte në rregull, se po shkonte në shtëpinë e saj të re, ku do të kujdesej dhe do të dashurohej. Kur hapi derën e apartamentit dhe e udhëhoqi brenda, zonja Luljeta qëndroi në korridor, duke parë përreth me sy të zgurdulluar. Artani e çoi në dhomën e përgatitur posaçërisht për të. Kur zonja Luljeta pa të hapësirë mikpritëse me lule të freskëta në një vazo, foto të kornizuara në mur që tregonin momente të lumtura të familjes, dritën e butë që hynte nga dritarja, ajo filloi të qante. Por këtë herë nuk ishin lot tmerri. Ishin lot lehtësimi, mirënjohjeje, të qenit në gjendje më në fund të besonte se makthi kishte mbaruar. "Është e imja?" pyeti ajo me zë të dridhur, duke treguar shtratin. "Mund të fle aty?" Artanit i u desh të gëlltiste nyën në fyt për t'u përgjigjur. "Është e gjitha e jotja, nën. Kjo është shtëpia jote tani. Mund të bësh çfarë të duash, kur të duash. Kur më nuk do të kesh nevojë të kesh frikë." Zonja Luljeta u ul në cep të shtratit, duke kaluar duart mbi organin e butë, sikur nuk besonte se ishte e vërtetë. Pastaj shikoi të birin me një shprehje që përziente kaq shumë emocione sa Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngohej. "Faleminderit, bir", pëshpëriti ajo. "Faleminderit që nuk hoqe dorë nga unë." Artani u gjunjëzua pranë saj, duke i marrë duart. "Kur, nën? Unë kur nuk do të hiqja dorë nga ti dhe më vjen shumë keq, kaq shumë, që nuk e kuptova më parë. Por të premtoj se do ta kompensoj. Do të kujdesem për ty për pjesën tjetër të jetës. Kur më nuk do të jesh vetëm." Dhe në atë moment, me dritën e pasdites që hynte nga dritarja dhe ndriçonte fytyrën e lodhur, por më në fund të paqë të nënës së tij, Artani ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh. Ndjeu se ishte saktësisht aty ku duhej të ishte, duke bërë saktësisht atë që duhej të bënte. Perandoria mund të priste. Takimet mund të riplanifikoheshin. Kontratat mund të nënshkruheshin nga të tjerë. Asgjë nga këto nuk kishte rëndësi nëse ai nuk ishte aty, në atë dhomë, duke mbajtur dorën e gruas që i dha jetën dhe që tani kishte nevojë që ai t'i kthente dinjitetin. Javët e para me zonjën Luljeta në shtëpi ishin një mësim i përditshëm durimi, dashurie dhe qëndrueshmërie. Artani zbuloi se të kujdeseshe për dikë që kishte vuajtur kaq shumë trauma nuk ishte thjesht një çështje e ofrimit të komoditetit material. Duhej të rindërtohej besimi, fjalë pas fjale, gjest pas gjesti, ditë pas dite. Zonja Luljeta kishte ditë të mira dhe ditë të tmerrshme. Në ditët e mira, ajo arrinte të buzëqeshte, të hante pak më shumë, madje edhe të bënte komente për lajmet që shihte në televizion. Por në ditët e këqija, ajo zgjohej duke bërtitur në mes të natës, duke besuar se ishte kthyer në hangar. Fshite ushqim në njastëk, sikur kishte frikë se do t'ia mohonin përsëri ushqimin. Tërhiqej kur dikush i afrohej shumë shpejt, sytë të zgurdulluar nga tmerri.
psikologjia, doktoresh Chloe Dermete, ishte një grua rreth të 50-tave, me një zë të butë dhe një durim të pafund. Ajo i shpjegoi Artanit se trauma që kishte pësuar zonja Lulieta ishte e thellë dhe se shërimi do të ishte jo linear. Do të kishte përparime dhe regres, momente shprese dhe momente dëshpërimi. E rëndësishmja ishte të mbahej qëndrueshmëria, të krijoheshin rutina të parashikueshme, të bëhej që zonja Lulieta të ndjente se kishte kontroll mbi jetën e saj. Artani ndoqi çdo udhëzim me përpikëri. Vendosi orare fikse për vaktet, gjithmonë të shërbyera në dhomën e nënës derisa ajo të ndihej mjaftueshëm rehat për të ngrënë në sallon. Punësoi Klarën, një infermiere 40 vjeçare, të sjellshme dhe me përvojë, e cila shpejt fitoi besimin e zonjës Lulieta. Klara kishte një mënyrë të veçantë për të folur, gjithmonë duke paralajmëruar para se të prekte, gjithmonë duke kërkuar leje, gjithmonë duke respektuar kufijtë e të moshuarës. Pak nga pak, shumë ngadalë, zonja Lulieta filloi të lulëzonte përsëri. Ajo shtoi peshë, faqet e saj rifituan pak ngjyrë, sytë e saj rifilluan të shkëlqenin. Ajo filloi të interesohej për gjëra të vogla, për lulet që Artani sillte çdo javë, për historikë që Klara tregonte për nipërit e saj, për muzikën që luhej butësisht në dhomë. Një muaj pasi po jetonte me Artanin, zonja Lulieta i befasoi të gjithë duke kërkuar të darkonte në sallon. Ishte një moment i thjesht por thellësisht domethënës. Artani përgatiti tryezën me kujdes të veçantë, vendosi enët më të mira, ndezi qirin. Kur zonja Lulieta doli nga dhoma, e mbështetur te Klara dhe pa tryezën e shtruar me kaq shumë dashuri, lotët e saj filluan të rrivnin përsëri. Nuk ke pse qan, nën, tha Artani butësisht, duke i tërhequr karrigen. Ky është fillimi. Që tani e tutje, çdo ditë do të jetë më e mirë se e kaluara. Dhe në shumë aspekte, ashtu ishte. Zonja Lulieta filloi të aventurohej nëpër apartament, duke eksploruar dhomat e tjera, duke u mësuar me atë shtëpi të re. Artani e shndërroi balkonin në një kopsht të vogël, me vazo lulesh dhe bimë aromatike, sepse nëna gjithmonë i kishte dashur bimën. Ajo kalonte orë të tëra aty, duke u kujdesur për lulet, duke folur ulët me to, duke gjetur paqe në atë copës të vogël natyre në mes të metropolit. Por ndërsa shërimi i zonjës Lulieta përparonte brenda fluskës mbrojtëse që Artani kishte krijuar, bota e jashtme vazhdonte të ishte e trazuar. Betejë ligjore kundër Teutës dhe Marselit intensifikohej. Agroni punonte pa u lodhur duke ndërtuar një çështje solide. Provat ishin dërmuese, shpërdorim fondesh, neglizhencë e provuar, sigurimi i dyshim të jetës, mesazhet e marra përmes sanijes. Teuta, duke kuptuar se narrativa e saj e kujdestares së raskapitur po shembej, ndryshoi strategji. Avokati i saj filloi të sulmonte Artanin, duke sugjeruar se ai ishte një djalë i munguar që kishte neglizhuar nënën e tij për vite me radhë dhe tani kërkonte një kokë turku për fajin e tij. Në intervista të orkestruara me kujdes, Teuta linte të kuptojë se Artani kur nuk ishte kujdesur vërtet për zonjën Lulieta, se u shfaq vetëm kur ishte tepër vonë. Akuzat ishin si thika në zemrën e Artanit. Ai e dinte se kishte të vërteta në to. Ai vërtet kishte munguar, vërtet kishte besuar verbërisht, vërtet kishte dështuar në mbrojtjen e nënës. Por t'i shndërronte këto dështime të tij në një justifikim për atë që Teuta kishte bërë ishte groteske dhe e papranueshme. Situata mori një dimension të ri kur një i afërm i largët i Teutës, një biznesmen i quajtur Ocean Urika, filloi të përfshihej në rast. Oltioni ishte pronar i një rjeti supermarketesh në Fier dhe kishte lidhje të rëndësishme politike. Ai u prezantua si mbrojtës i familjes, duke pretenduar se Teuta po përsekutohej padrejtësisht dhe se do të përdorte të gjitha burimet në dispozicion për ta mbrojtur atë. Oltioni filloi të bënte presion në prapasken, duke u përpjekur të zhvlerësonte provat, duke sugjeruar se raportet mjekësore ishin të egzageruara, se fotot ishin manipuluar. Ai madje arriti që disa politikan lokal të bënin deklarata duke vënë në dyshim procesin. Taktika ishte e qartë, ta shndërronte atë që duhej të ishte një rast i qartë drejtësie në një çështje politike dhe mediatike të mjegull. Artani, i cili gjithmonë i kishte shmangur projektorët dhe preferonte t'i zgjidhte problemet në mënyrë diskrete në prapaskenat e korporatave, e gjeti veten të tërhequr në një arenë publike që nuk e njihte mirë. Gazetarët filluan të shfaqeshin në derën e pallatit të tij, duke u përpjekur të merrnin deklarata. Emri i tij, më parë i lidhur vetëm me suksesin në biznes, tani shfaqej në titujt e gazetave për një rast neglizhence familjare. Presioni filloi të ndikonte edhe në aspekte të tjera të jetës së Artanit.
Disa nga ekzekutivet e tij kryesor filluan të vinin në dyshim mungesën e tij në rritje nga operacionet e përditshme të kompanisë. Artani kishte deleguar pothuajse gjithçka te ekipi i tij, ndërsa ishte përkushtuar kujdesit të nënës dhe betejës ligjore. Për një njeri që gjithmonë kishte kontrolluar çdo detaj të bizneseve të tij, kjo ishte një ndryshim radikal. Në një mbledhje të tensionuar me bordin ekzekutiv, Kastriot Mema, drejtori financiar dhe një nga bashkëpunëtorët më të vjetër të Artanit, shprehu shqetësime për drejtimin e kompanisë. Artan, me gjithë respektin, duhet të vendosësh ku janë prioritetet e tua. Kompania po humbet kontrata sepse ti nuk je i disponueshëm për të mbyllur marrëveshje. Investitorët janë nervoz. Mungesa jote po kushton para. Artani shikoi përreth sallës së mbledhjeve duke parë fytyra të shqetësuara, disa të shqetësuar sinqerisht për të tjerë të shqetësuar vetëm për interesat e tyre. Ai mori frym thellë para se të përgjigjej. Prioritetet e mia, Kastriot, janë saktësisht aty ku duhet të jenë. E kam ndërtuar këtë kompani për dekada, duke sakrifikuar gjithçka, përfshirë familjen time. Dhe për çfarë? Për të grumbulluar para. Për të pasur më shumë kulla me emrin tim. Nëna ime gati humbi jetën sepse unë isha shumë i zënë duke ndërtuar një perandori. Pra po, tani prioritetet e mia kanë ndryshuar. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Kastrioti ishte i pari që foli përsëri, zëri i tij më i butë. Ne e kuptojmë, Artan. Dhe admirojmë përkushtimin tënd ndaj zonjës Lulieta. Por duhet të gjesh një ekuilibër. Kompania gjithashtu ka nevojë për ty. Artani e dinte se Kastrioti kishte të drejtë pjesërisht. Por gjithashtu e dinte se nuk mundej, nuk arrinte, ta ndante vëmendjen e tij tani. Nëna kishte nevojë për të. Kështu që mori një vendim që i tronditi të gjithë në sallë. Unë do të tërhiqem përkohësisht nga presidenca ekzekutive. Kastriot, ti merr drejtimin përkohësisht. Do të vazhdoj si kryetari i bordit dhe do të jem i disponueshëm për vendime strategjike të rëndësishme, por menaxhimi i përditshëm do të jetë i yti. Salla shpërtheu në protesta dhe pyetje. Artani ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Ky nuk është një vendim impulsiv. Është i nevojshëm. Kam besim të secili prej jush për ta mbajtur kompaninë në funksionim. Dhe kur të vijë momenti i duhur, do të kthehem plotësisht. Por tani duhet të jem me nënën time. Lajmi për tërheqjen e përkohshme të Artanit doli në shtyp, natyrisht. Spekulimet filluan menjëherë. Disa media sugjeronin se ishte fillimi i fundit të perandorisë së tij. Të tjera flisnin për krizë të shëndetit mendor. Investitorët nervoz filluan të shisnin aksionet. Vlera e tregut të kompanive të tij ra ndjeshëm brenda pak ditësh. Mariana, asistentja e tij besnike, u përpoq të kontrollonte dëmet, duke lëshuar komunikata zyrtare që sqaronin se ishte një tërheqje e përkohshme e planifikuar. Por perceptimi publik ishte i vështirë për t'u kontrolluar. Artan Basha, biznesmeni i pamposhtur, po tregonte dobësi dhe në botën e biznesit, dobësia ishte gjak në ujë për peshkaqenën. Në shtëpi, Artani përpiqej ta mbronte nënën nga e gjithë kjo trazira. Zonja Lulieta nuk shite më lajme, nuk lexonte gazeta. Artani donte që ajo të përqendrohej vetëm në shërimin e saj, pa presionin shtesë të diturit se në çfarë cirku ishin shndërruar jetët e tyre. Por nëna ishte më mendjempreth se sa ai mendonte. Një pasdite, ndërsa ishin në balkon duke u kujdesur për bimët së bashku, zonja Lulieta ndaloi së ujturi lulet dhe shikoi drejt e në sy të birin. Po sakrifikon gjithçka për mua, apo jo, pyeti ajo butësisht. Artani u përpoq ta mohonte, por nëna ngriti dorën duke e ndërprerë. Mos më gënje, bir. E shoh lodhjen në sytë e tu. Të dëgjoj në telefon natën vonë duke u marrë me probleme. Klara më tregon gjëra, edhe kur i kërkon të mos tregoj. Artani pshertiu duke u ulur në një nga karriget e balkonit. Nuk është sakrificë, nën. Është të bësh atë që është e drejtë. Kam kaluar dekada duke ndërtuar gjëra që nuk kanë vërtet rëndësi. Ti ke rëndësi. Shërimi yt ka rëndësi. Zonja Lulieta u ul pranë tij, duart e saj të rrudhura duke i mbajtur të tija. Nuk dua që ti të humbasësh gjithçka që ke ndërtuar për mua. Baba yt të la kur ishe fëmijë dhe unë u shkatërrova duke punuar për t'ju dhënë një jetë më të mirë ty dhe Ardianit. Ti realizove të gjitha ëndrat që kisha për ju. Mos e hidh poshtë këtë. Artani ndjeu lotët t'i digjinin.
Por ç'vlerë ka të kesh gjithçka nëse të humbas ty? Ç'vlerë ka të jesh i suksesshëm nëse dështoj të mbroj ata që dua? Ardiani tashmë ka ikur. Nuk do të humbas edhe ty, zonja Lulieta i përkëdheli fytyrën të birit, një gjest amësor që ai nuk e kishte marrë prej vitesh. Nuk do të më humbasësh. Unë jam këtu, jam gjallë, po shërohem. Por ti duhet të jetosh edhe jetën tënde. Nuk mund të mbyllesh këtu me mua. Do të jetoj, premtoi Artani. Por me kushtet e mia tani. Jo më si një sklav i takimeve dhe kontratave. Do të gjej një ekuilibër. Por ti vjen e para, nën. Gjithmonë. Ndërsa kjo bisedë intime ndodhte në anën tjetër të qytetit, ngjarje po zhvilloheshin që do të ndryshonin përsëri rrjedhën e gjithçkaje. Avokati i Teutës kishte gjetur një boshllëk teknik në proces. Ai argumentoi se zonja Lulieta, për shkak të gjendjes së saj mendore të komprometuar, nuk mund të konsiderohej një dëshmitare e besueshme. Pa dëshminë e saj të drejtë për drejtë, pjesa më e madhe e rastit varri nga provat rrethanore dhe dëshmia e të tretëve. Gjykatësi, një burr me përvojë por i kujdesshëm i quajtur gjykatës Rushdi Kavaja, vendosi se ishte e nevojshme të dëgjonte zonjën Lulieta personalisht. Ai urdhëroi që të mbahej një seancë dëgjimore, por duke marrë parasysh gjendjen e brishtë të moshuarës, lejoi që të zhvillohej në vetë spitalin ku ajo ishte shtruar fillimisht, në një dhomë të përgatitur posaçërisht, me praninë vetëm të personave esencial. Kur Agroni e informoi Artanin për seancën, ai u tmerrua. Nëna sapo kishte filluar të shërohej. Ta detyroja atë të rjetonte traumën, të fliste për atë që kishte vuajtur, në prani të huajve, mund të shkatëronte gjithë përparimin që kishte bërë. Ai u lut që të kishte një mënyrë tjetër, por Agroni ishte i qartë, ishte kjo ose rasti mund të mbyllej për mungesë provash përfundimtare. Artanit ju desh të ulej me zonjën Lulieta dhe t'i shpjegonte situatën. Ai priste që ajo të refuzonte, të kapej nga paniku, të mos arrinte ta përballonte atë. Por për habin e tij, pas disa minutash heshtjeje mendimtare, ajo pohoi me kokë. Duhet ta bëj këtë, birë. Jo për veten time, por për njerëz të tjerë që mund të jenë duke kaluar atë që kalova unë. Nëse unë nuk flas, ajo shpëton pa u ndëshkuar dhe mund t'ia bëj dikujt tjetër. Guximi i nënës e la Artanin pa fjalë. Ajo grua e imët dhe e traumatizuar ishte e gatshme të përballej me demonet e saj në mënyrë që drejtësia të vijej në vend. Ai kur nuk e kishte admiruar aq shumë sa në atë moment. Seanca u caktua për një javë më vonë. Gjatë kësaj kohe, doktoresh Florida punoi intensivisht me zonjën Lulieta, duke e përgatitur emocionalisht për atë që do të vinte. Ajo i mësoi teknika të frymëmarrjes, mënyra për të qëndruar e përqendruar nëse fillonte të kapej nga paniku, strategji për të përballuar kujtimet traumatike kur ato shfaqeshin. Clara, infermierja, ishte gjithashtu një mbështetje thelbësore. Ajo do të ishte e pranishme gjatë gjithë seancës, pranë zonjës Lulieta, e gatshme të ndërhynte nëse ishte e nevojshme. Artani gjithashtu do të ishte aty, sigurisht. Ai kur nuk do ta linte nënën ta përballonte atë vetëm. Në mëngjesin e seancës, Artani u zgjua herët. Gjeti zonjën Lulieta tashmë të zgjuar, të ulur në balkon, duke parë lindjen e diellit mbi Tiranë. Ai u ul pranë saj në heshtje, vetëm duke mbajtur praninë e tij. Pas disa minutash, ajo foli pa i hequr syt nga horizonti. E di çfarë mendoja gjithë ato ditë në atë vend të tmerrshëm? Mendoja se askush nuk interesoi. Se isha një barr, një bezdi. Se do të ishte më e lehtë për të gjithë nëse unë thjesht do të zhdukesha. Dhe gati e besova këtë. Artani ndjeu fytin t'i shtrëngoi. Nën. Ajo u kthye ta shikonte, sytë e saj të qartë duke reflektuar dritën e agimit. Por pastaj u shfaqe ti dhe më tregove se isha gabim. Se jam e dashur. Se jeta ime ka vlerë. Kështu që sot, kur të hyj në atë dhomë dhe të tregoj çfarë ndodhi, nuk do ta bëj vetëm për drejtësi. Do të jem duke i provuar vetes se jam e fortë. Se mbijetova. Se ja vlej. Artani e përqafoi atëherë dhe ajo e la veten të përqafoi, pa u tërhequr, pa u dridhur. Ishte një tjetër moment historik në shërimin e saj, të qenit në gjendje të pranonte afërsinë fizike pa frikë. Ti je personi më i fortë që njoh, përshpëriti ai. Dhe do të jem pranë teje në çdo hap. Udhëtimi deri në spital ishte i heshtur. Clara ishte në sediljen e pasme me zonjën Lulieta, duke i mbajtur dorën. Agroni i takoi në hyrje, së bashku me doktoresh Floridën.
Gjykatësi Kavaja, duke treguar konsiderat për gjendjen e zonjës Lulieta, kishte rënë dakord ta bënte seancën sa më informale të ishte e mundur. Pa toga, pa podium të ngritur, vetëm një bisedë në një dhomë komode. Kur hyn në dhomën e përgatitur në spital, Artani e pa Teutën për herë të parë që nga dita e shpëtimit. Ajo ishte ulur pranë avokatit të saj, dukshëm nervoze. Kur sytë e saj takuan ata të Artanit, ajo e shmangu vështrimin shpejt. Marseli nuk ishte i pranishëm, me sa duket avokati kishte vendosur se prania e tij mund të ishte e dëmshme. Zonja Lulieta, megjithatë, shikoi drejt e në sy Teutën. Dhe në atë vështrim nuk kishte frikë. Kishte diçka që Artani e njohu si forcë të pastër. Nëna e tij nuk ishte më viktima e tmerruar e strukur në një hangar. Ishte një mbijetuese e gatshme të tregonte historinë e saj. Gjykatësi Kavaja, një burr rreth të 60-tave me flokë të thinjura dhe vështrim të butë, hapi seancën duke shpjeguar se ky nuk ishte një gjykim formal, por një mundësi për zonjën Lulieta të ndante përvojën e saj, nëse dhe si ndihej rehat. Ai e bëri të qartë se ajo mund të ndalonte në çdo moment, se nuk do të presionej, se ishte aty vullnetarisht. Zonja Lulieta pohoi me kokë, duart e ndërthurura në prehër. Klara ul pranë saj dhe Artani qëndroi menjëherë pas, mjaftueshëm afër që nëna të dinte se ai ishte aty. Gjykatësi bëri disa pyetje fillestare të thjeshta, emrin e saj të plot, moshën, sa kohë kishte jetuar me Teutën. Përgjigjet vinin të ulta por të prera. Dhe pastaj gjykatësi bëri pyetjen vendimtare, a mund të përshkruanit si ishin ditët tuaja në shtëpinë e zonjës Teuta? Zonja Lulieta mbylli sytë për një moment, duke marrë frymë thellë siç e kishte mësuar doktoresh Florida. Kur i hapi përsëri dhe filloi të fliste, zëri i saj ishte i dobët, por çdo fjalë ishte e qartë. Dhe ndërsa tregonte historinë e saj, çdo person në atë dhomë u transportua në ferin që ajo kishte jetuar. Izolimi progresiv, vaktet që bëheshin gjithnjë e më të rralla, ditët kur mbetej vetëm pa ditur nëse dikush do të vinte. Dhe më në fund, hangari. Vendi i errët dhe i ftohtë ku ajo ishte harruar, ku çdo ditë dukej se zgjaste një përjetësi, ku ajo kishte humbur shpresën se dikush ndonjëherë do të vinte ta merrte. Kur mbaroi, kishte lot në sytë e të gjithëve në dhomë. Edhe avokati i Teutës dukej i tronditur. Teuta mbante kokën ulur, duke refuzuar të shikonte zonjën Lulieta. Gjykatësi e falenderoi me zë të emocionuar për guximin e saj për të ndarë diçka kaq të dhimbshme. Por zonja Lulieta nuk mbaroi. Ajo shikoi drejt e në sy Teutën atëherë dhe tha diçka që askush nuk e priste. Unë të fal, Teuta. Jo për atë që bëre, por për veten time. Sepse të mbaj urrejtje vetëm do të më lëndonte më shumë. Por shpresoj që ti ta kuptosh çfarë bëre dhe që kur të mos ja bësh këtë askujt tjetër. Heshtja në dhomë ishte absolute. Teuta më në fund ngriti kokën, lot i rrivnin në përfytyr, por nuk tha asgjë. Nuk kishte asgjë që mund të thoshte. Diniteti dhe forca e zonjës Lulieta kishin folur më fort se çdo mbrojtje ligjore mund të bënte. Muajt që pasuan seancën sollën ndryshime të thella në jetën e Artanit dhe zonjës Lulieta. Dëshmia e të moshuarës pati një ndikim shkatërues në çështjen e Teutës. Gjykatësi Kavaja, qartësisht i emocionuar nga dëshmia, mori vendime të shpejta dhe të prera. Kujdestaria e Artanit mbi nënën u konfirmua përfundimisht. Teutës ju ndalua çdo kontakt me zonjën Lulieta dhe ju desh të përgjigjej zyrtarisht për paregullsitë e kryera. Hetimet zbuluan sa e thellë ishte rrjeta e manipulimit. Marseli, i cili ishte përpjekur të qëndronte në hije, përfundoi duke u identifikuar si organizatori kryesor i skemës së shpërdorimit të fondeve. U zbulua se ai kishte një histori përfshirjeje në situata të dyshimta, gjithmonë duke përdorur njerëz të tjerë si fasadë. Teuta, e cila fillimisht ishte pikturuar nga avokati i saj si viktimë e burrit, pa mbrojtjen e saj të shembej kur u bë e qartë se kishte marrë pjesë aktivisht në gjithçka. Sigurimi i jetës në emër të zonjës Lulieta u anulua menjëherë dhe kompania e sigurimeve filloi hetimet e veta për mashtrim të mundshëm. Vlerat e shpërdoruara gjatë viteve u llogaritën, te i kalonin 300.000 euro. Artanit nuk i duheshin ato para, por këmbënguli që të ktheheshin si pjesë e procesit të drejtësisë. Oltion Rejka, i afërmi me ndikim që ishte përpjekur të mbronte Teutën duke përdorur lidhje politike, përfundoi duke u tërhequr në heshtje kur kuptoi se çështja ishte e humbur dhe se të vazhdonte të lidhej me të vetëm do të njolloste reputacionin e tij.
Përpjekjet për të zhvlerësuar provat dhe për të manipuluar opinionin publik dështuan përballë forcës së dëshmisë së zonjës Lulieta dhe vëllimit dërmues të provave dokumentare. Në shtëpi, Jeta filloi të gjente një ritëm të ri. Zonja Lulieta vazhdonte terapinë me doktoresh Kloridën duke bërë përparime të vazhdueshme. Makthet ende vinin her pas here, por me më pak frekuencë dhe intensitet. Ajo kishte shtuar gati 8 kilogram që kur ishte shpëtuar, fytyra e saj kishte rifituar shprehshmërinë dhe shkëlqimi ishte kthyer në sy. Një transformim veçanërisht prekës ishte marrëdhënia e saj me ushimin. Në fillim, zonja Lulieta nuk mund të hante pa ankth, gjithmonë me frikën se do t'i hiqnin pjatën, se ai do të ishte vakti i fundit. Fshite copa buke në dhomë, ruante fruta në sirtar. Klara dhe Artani punuan me durim për ta ndryshuar këtë, duke e siguruar se ajo e dinte se gjithmonë do të kishte ushqim në dispozicion, se kur nuk do të vuante më nga uria. Pak nga pak, zonja Lulieta filloi të rizbulonte kënaqësinë e të ngrënin. Artani zbuloi se nëna kishte një pasion për ëmbëlsirat, veçanërisht kekun me miell misri që ajo vetë e bënte kur fëmijët ishin të vegjël. Kështu ai punsoi një pastiqiere për t'i mësuar zonjës Lulieta të bënte përsëri ëmbëlsira, si një formë terapie okupacionale. Kuzhina e apartamentit, më parë pothuajse e papërdorur pasi Artani gjithmonë hante jashtë ose porosiste, u shndërrua në një hapësirë krijimi dhe gëzimi. Të shtunave në mëngjes, zonja Lulieta zgjoi herët, vishte përparsen e saj të preferuar, një dhuratë nga Artani me lule të qëndisura, dhe fillonte të përgatiste krijimet e saj. Apartamenti mbushej me aromën e mrekullueshme të kekut të pjekur, dhe Artani kishte mësuar t'i vlerësonte këto momente të thjeshta më shumë se çdo takim biznesi. Balkoni vazhdonte të ishte vendi i preferuar i zonjës Lulieta. Ajo kishte zgjeruar kopshtin e saj të vogël, tani kishte domate qershi, borzilok, rozmarin dhe madje edhe speca djegës. Bisedonte me bimët sikur të ishin mikesha, tregonte histori kur ishte e re, kur rriste fëmijët. Artani ndonjëherë ulej aty dhe thjesht dëgjonte, duke mësuar për një nën që ai kur nuk e kishte njohur vërtet, i zhytur siç kishte qenë gjithmonë në jetën dhe ambicjet e tij. Por jo gjithçka ishte paqe dhe shërim i qetë. Artani përballej me betejat e tij. Bota e korporatave që ai kishte ndërtuar për dekada ishte në trazira. Tërheqja e tij nga presidenca ekzekutive, megjithse e përkohshme, kishte shkaktuar valë më të mëdha se sa ai kishte parashikuar. Kastriot Mema, megjithse kompetent, nuk kishte të njëjtin vizion strategjik si Artani, dhe disa vendime të diskutueshme filluan të ndikonin në rezultate. Përveç kësaj, thashethemet dhe spekulimet vazhdonin. Konkurrentët përfitonin nga situata për të vjedhur klientë. Investitorët nervoz bënin presion për përcaktime mbi të ardhmen e leadershipit. Disa ekzekutiv të rëndësishëm filluan të merrnin propozime nga kompani rivale. Perandoria që Artanit i ishte dashur dekada për ta ndërtuar tregonte shenja brishtësie. Mariana, gjithmonë besnike, vinte në apartament 2 herë në javë për ta përditësuar Artanin mbi çështjet më urgjente. Ajo sillte grumbuj dokumentesh për të nënshkruar, raporte për të rishikuar, vendime që vetëm ai mund t'i merrte. Artani i përgjigjej të gjithave, por mendja dhe zemra e tij nuk ishin më plotësisht aty. Ai u përgjigjej telefonatave të biznesit duke parë nga dritarja drejt balkonit ku zonja Lulieta kujdesej për bimët e saj, dhe pyeste veten se cila ishte vërtet përkufizimi i suksesit. Një pasdite, gjatë një prej këtyre vizitave të Marianës, zonja Lulieta u shfaq në salon me një tabaka që mbante kek portokalli të sapo dal nga fura dhe kafe të freskët. Ajo i buzëqeshi me ndrojtje Marianës, ende pak e sikletosur me të huajt, por qartësisht duke bërë një përpjekje. Mendova se do t'ju pëlqente një meze e lehtë, tha ajo butësisht. Mariana, e cila e dinte gjithë historinë, u emocionua dukshëm. Zonja Lulieta, do ta doja shumë. Dhe mund të them se ky apartament është pafundësisht më mikpritës që kur keni ardhur ju? Zonja Lulieta u skuq lehtë nga komplimenti, shërbeu kekun dhe kafen, dhe pastaj u tërhoq në mënyrë diskrete përsëri në balkon. Kur ajo doli, Mariana shikoi Artanin me një shprehje që përziente admirim dhe shqetësim. Ajo është shumë më mirë. Ke bërë gjën e duhur, Artan. Ai pohoi me kokë, por Mariana vuri re tensionin në shpatullat e tij. Por ti po coptohesh në këtë proces, apo jo, vërejti ajo butësisht. Midis kujdesit për të dhe përpjekjes për të shpëtuar kompaninë, po raskapitesh. Artani pshertiu duke fërkuar fytyrën me duar. Nuk di më çfarë të bëj, Mariana.
Kompania ka nevojë për mua, por edhe nëna ime. Dhe sa herë që mendoj të kthehem plotësisht, të rifilloj atë jetë të çmendur udhëtimesh dhe takimesh të pafundme, e shikoj atë dhe nuk mundem. Nuk mund ta braktis përsëri. Mariana mendoi për një moment para se të përgjigjej. Po sikur të mos ishte çështje zgjedhjeje mes njërës apo tjetrës? Po sikur të mund të ripërcaktoje se si funksionon kompania? Ti ke qenë gjithmonë centralizues, Artan. Gjithmonë ke dashur të kontrollosh çdo detaj. Por ke një ekip kompetent. Po sikur t'u besoje më shumë atyre? Po sikur ta ristrukturoje që të ishte më pak e varur nga prania jote fizike çdo ditë? Ideja mbolli një farë në mendjen e Artanit. Gjatë ditëve në vijim, ai reflektoi thellësisht mbi të ardhmen. Bisedoi gjatë me zonjën Lulieta, e cila çuditërisht kishte opinione shumë të qarta mbi këtë çështje. Bir, i tha ajo një natë ndërsa darkonin së bashku, ti ke ndërtuar diçka të rëndësishme. Jo vetëm për ty, por për qindra njerëz që punojnë për ty, që varen nga ato punë. Nuk mund ta hedhësh poshtë thjesht. Por gjithashtu nuk mund të kthehesh te ai njeri që ishe, aq i zhytur në punë sa harroje të jetoje. Artani e dinte se ajo kishte të drejtë. Kështu filloi të punonte mbi një plan. Bisedoi me konsulent menaxhimi biznesi, studioi modelet e qeverisjes korporative, analizoi kompani që arrinin të funksiononin pa praninë e vazhdueshme të themeluesve të tyre. Dhe ngadalë, një model i ri filloi të merrte formë. Ai thiri një mbledhje të jashtëzakonshme të bordit ekzekutiv. Të gjithë ishin të pranishëm, të etur për lajme rreth kthimit të tij. Artani prezantoi propozimin e tij, një ristrukturim i plot i qeverisjes së kompanisë. Ai do të vazhdonte si kryetar i bordit dhe aksioner kryesor, por menaxhimi i përditshëm do të profesionalizohej përfundimisht. Kastrioti do të konfirmohej si CEO i përhershëm, por me një ekip ekzekutiv të forcuar dhe autonomi më të madhe vendimmarrëse. Artani gjithashtu propozoi diçka radikale, të shndërronte një pjesë të kompanisë në një fondacion jo fitimprurës të dedikuar luftës kundër neglizhencës së të moshuarve. Ideja kishte lindur gjatë bisedave të gjata me zonjën Lulieta dhe me doktoresh Kloridën. Shqipëria kishte miliona të moshuar në situatë të cenueshme, shumë prej tyre duke vuajtur në heshtje, pa askënd për t'i mbrojtur. Artani donte të përdorte burimet dhe ndikimin e tij për ta ndryshuar këtë. Propozimi u prit me reagime të përziera. Disa ekzekutiv e mbështetën me entuziazëm, duke parë jo vetëm vlerën sociale, por edhe potencialin për të përmirësuar imazhin publik të kompanisë. Të tjerë ishin skeptik, të shqetësuar për koston dhe shpërqendrimin e mundshëm nga bizneset kryesore. Por Artani e bëri të qartë se nuk ishte një sugjerim. Ishte rruga që ai kishte zgjedhur. Fondacioni u pagëzua Instituti Ardian Lulieta, duke nderuar si djalin që ishte ndarë nga jeta ashtu edhe nënën që kishte mbijetuar. Artani investoi personalisht 2 milion euro si kapital fillestar. Misioni ishte i shumanshëm, të krijonte qendra denoncimi dhe mbështetjeje për të moshuarit në rrezik, të trajnonte kujdestar profesionist në praktika etike, të ofronte mbështetje ligjore falas për familjet në situata neglizhence, dhe të bënte avokim politik për ligje më të forta për mbrojtjen e të moshuarve. Zonja Lulieta, kur mësoi emrin e fondacionit, qau me dënes. Por këtë herë ishin lot gëzimi dhe krenarie. Vuajtja e saj, sado e tmerrshme që kishte qenë, tani do të kishte një qëllim më të madh. Do të ndihmonte për të parandaluar që njerëz të tjerë të kalonin atë që kaloi ajo. Lajmi për krijimin e institutit pati jehon kombëtare. Media, e cila më parë spekulonte për krizën e Artanit, tani e pikturonte si një biznesmen që kishte shndërruar tragjedinë personale në veprim social. Ftesat për intervista vinin çdo ditë. Artani refuzonte shumicën, por pranoi të merrte pjesë në një program televiziv të dedikuar çështjeve sociale, ku mund të fliste hapur për rëndësinë e mbrojtjes së të moshuarve. Në intervistë, e cila u transmetua një të diel në mbrëmje dhe arriti një audiencë mbresëlënëse, Artani ishte transparent në një mënyrë që nuk kishte qenë kurrë më parë. Foli për dështimin e tij në mbrojtjen e nënës, për fajin që mbante, për mënyrën se si gati humbi atë që vërtet kishte rëndësi në kërkim të suksesit material. Dhe foli për forcën e zonjës Lulieta, aftësinë e saj për të falur, qëndrueshmërinë e saj të pabesueshme. Produksioni i programit donte që zonja Lulieta të merrte pjesë në intervistë, por Artani refuzoi me vendosmëri. Nëna kishte vuajtur tashmë mjaft ekspozim. Ajo meritonte paqe dhe privatësi.
Megjithatë, zonja Luljeta këmbënguli. Ajo donte të fliste, donte që zëri i saj të dëgjohej, që viktimat të tjera të dinin se nuk ishin vetëm. Kështu, në një vendim që e la Artanin njëkohësisht krenar dhe të shqetësuar, zonja Luljeta ra dakord të jepte një dëshmi të shkurtër. Ajo u shfaq në ekran për vetëm 5 minuta, por ato minuta ishin të fuqishme. Me zë të prerë, ajo tregoi në vija të përgjithshme përvojën e saj, pa hyrë në detaje grafike, por duke e bërë të qartë vuajtjen që kishte kaluar. Dhe e mbylli me një mesazh të drejtë për drejtë: nëse jeni i moshuar dhe po vuani, dijeni se ka njerëz që interesohen, se ka vende ku mund të kërkoni ndihmë. Dhe nëse njihni një të moshuar në rrezik, mos heshtni. Heshtja juaj mund të kushtojë një jetë. Ndikimi ishte i jashtëzakonshëm. Në ditët pas transmetimit të programit, Instituti Ardian Luljeta mori qindra denoncime dhe kërkesa për ndihmë. Ekipi, ende i vogël, u zgjerua shpejt për të përballuar kërkesën. Histori tronditëse filluan të dilnin në pa, duke konfirmuar se problemi ishte shumë më i madh se sa shoqëria e pranonte. Artani e gjeti veten duke udhëhequr një lëvizje që t'i kalonte bizneset e tij origjinale. Ai organizoi konferenca, mobilizoi biznesmen të tjerë për të kontribuar, punoi me ligjvënës për të propozuar ndryshime në ligjet për mbrojtjen e të moshuarve. Ishte një lloj tjetër perandorie që po ndërtonte tani, një perandori dhemshurie dhe ndryshimi social. Ndërsa e gjithë kjo ndodhte në botën e jashtme, jeta shtëpiake e Artanit dhe zonjës Luljeta vazhdonte evolucionin e saj. Ajo nuk kishte më nevojë për infermiere me kohë të plotë. Klara ende e vizitonte rregullisht, por më shumë si mike se sa si profesioniste. Zonja Luljeta kishte fituar pavarësi të mjaftueshme për të kujdesur për veten në pjesën më të madhe të kohës. Ajo filloi të bënte miqësi në pallat. Kishte zonja të tjera të moshuara që jetonin aty dhe pak nga pak, zonja Luljeta u hap ndaj ndërveprimeve sociale. U formua një grup i vogël që takohej çdo javë për çaj dhe biseda. Artani i vëzhgonte këto ndërveprime me gëzim, duke parë nënën të rindërtonte jo vetëm shëndetin e saj fizik dhe mendor, por edhe jetën e saj sociale dhe ndjenjen e komunitetit. Një vit pas shpëtimit, Artani organizoi një festë të vogël. Nuk ishte ditëlindje apo ndonjë datë specifike, por ai donte të shënonte udhëtimin e shërimit të nënës. Ftoi vetëm njerëz të afërt, Klarën, Marianën, doktoresh Kloridën, Agronin dhe mikeshat e reja të zonjës Luljeta nga pallati. Festa ishte e thjeshtë por plot kuptim. Zonja Luljeta përgatiti disa kek, duke shfaqur me krenari aftësitë e saj të rifituara. Ajo kishte veshur një fustan të ri, blu të qelet me lule, të zgjedhur posaçërisht për rastin. Flokët e saj, tani të mirë mbajtura dhe të krehura, ishin të kapura me një karfis dekorative që ishte dhuratë nga Artani. Gjatë festës, Artani kërkoi vëmendjen e të gjithëve dhe ngriti një dolli. Ai shikoi nënën e tij, sytë i shkëlqenin nga emocioni i përmbajtur. Një vit më parë, filloi ai, zëri i tij i prerë por i ngarkuar me ndjenjë, unë gati humba personin më të rëndësishëm të jetës sime. Dhe ishte faji im. Isha kaq i obsesionuar me ndërtimin e gjërave, me suksesin, me provimin e vlerës sime para botës, sa harrova të kujdesesha për atë që vërtet kishte rëndësi. Zonja Luljeta u përpoq ta ndërpriste, por ai tundi butësisht kokën. Më le të mbaroj, nën. Ky vit ka qenë më i vështirë dhe më i rëndësishëm i jetës sime. Të pash në momentin tënd më të brish, por pash gjithashtu forcën e pabesueshme që ke. Ti më mësove se suksesi nuk matet me kulla të ndërtuara apo kontrata të nënshkruara. Matet me dashuri të ndarë, me dinjitet të ruajtur, me jetë të transformuara. Ai ngriti gotën. Kështu që e ngre këtë dolli jo për të kaluarën që nuk mund ta ndryshojmë, por për të ardhmen që do të ndërtojmë së bashku. Një të ardhme ku asnjë i moshuar nuk ka nevojë të vuajë në heshtje, ku familjet kujdesen vërtet për njëri tjetrin, ku njerëzimi mbizotëron mbi ambicien. Dhe të falenderoj ty, nën, për guximin tënd, forcën tënde dhe që më dhe një shans të dytë për të qenë djali që ti gjithmonë ke merituar. Nuk pati sy të thatë në dhomë. Zonja Luljeta u ngrit me hapa të sigurt tani, pa pasur nevojë për mbështetje dhe e përqafoi të birin. Jam krenare për ty, bir, i pëshpëriti në vesh. Kaq krenare. Dhe e di që edhe Ardiani do të ishte. Në muajt në vijim, jeta gjeti një ekuilibër që Artani kur nuk e kishte imagjinuar të mundur. Ai vazhdonte të ishte i përfshirë në bizneset e tij, por në një mënyrë më të ekuilibruar, më njerëzore.
Kalonte mëngjeset duke punuar, por gjithmonë ishte në shtëpi për drek me nënën. Pasditet ndaheshin midis mbledhjeve të institutit dhe kohës cilësore me zonjën Luljeta. Netët ishin të shenjta, të rezervuara për darka së bashku, për të parë filma të vjetër që ajo i adhuronte, për të qenë thjesht i pranishëm. Instituti Ardian Luljeta lulëzoi. U zgjerua në qytete të tjera, shpëtoi qindra të moshuar nga situata neglizhence, trajnoi mira kujdestar, ndikoi në ndryshime të rëndësishme legjislative. Artani zbuloi se të bëjë një ndryshim real në jetën e njerëzve sillte një kënaqësi që asnjë fitim biznesi nuk e kishte ofruar kurrë. Zonja Luljeta gjithashtu gjeti rolin e saj në institut. Ajo filloi të merrte pjesë në fushata ndërgjegjësimi, duke dhënë dëshminë e saj në evente, duke u bërë një zë i fuqishëm për ata që nuk mund të flisnin për veten e tyre. Guximi i saj për të ndarë historinë e saj, edhe pse e dhimbshme, frymëzoi viktima të panumërta të tjera për të kërkuar ndihmë. Sa për Teutën dhe Marselin, ata u përballën me pasojat e veprimeve të tyre. Proceset përparuan, vlerat e shpërdoruara u kthyen, u vendosën masa ligjore. Artani nuk ndjeu kënaqësi nga vuajtja e tyre, vetëm një ndjenjë se drejtësia ishte vënë në vend. Ai nuk mbante urrëtie, vetëm një trishtim të thellë për mënyrën se si gjërat ishin zhvilluar. Teuta kishte humbur jo vetëm lirinë dhe reputacionin, por edhe çdo lidhje me familjen që dikur e kishte mirëpritur. 2 vjet pas shpëtimit, një pasdite pranvere, Artani dhe zonja Luljeta ishin në balkon, siç bënin shpesh. Kopshti i vogël ishte i lulëzuar, bimët të harlisura. Qyteti i Tiranës shtrihej poshtë tyre, pulsues dhe i gjallë. Zonja Luljeta u iste domatet ndërsa Artani lexonte një raport të institutit. Pa pritur, ajo ndaloi dhe shikoi të birin. Artan, e thiri ajo butësisht. Ai ngriti syt. Dua të them diçka. Ai e la raportin mënjan, duke i dhënë vëmendje të plotë. Çfarë ka, nën? Zonja Luljeta u ul në karrigen pranë tij, duart e saj ende mbanin ujitsen. E di kur isha në atë vend të errët, filloi ajo, dhe Artani vuri re se ishte hera e parë që ajo i referoi hangarit kaq drejt për drejt. Mendoja shumë për jetën time. Për gabimet që kisha bërë, gjërat që kisha lënë pa bërë. Dhe e di çfarë më dhimbte më shumë? Nuk ishte të qenit aty. Ishte të mendoja se ti dhe Ardiani nuk e dinit sa shumë ju doja. Se kisha dështuar ta tregoja këtë siç duhet. Artani ndjeu fytin t'i shtrëngoi. Nën, ne gjithmonë e kemi ditur. Ajo tundi kokën butësisht. Ju e dinit se unë punoja shumë për ju. Por a e dinit se çdo moment larg ishte një torturë? Se preferoja të isha me ju sesa në çdo vend tjetër? Shqetësohesha aq shumë për t'ju dhënë një të ardhme më të mirë sa ndoshta nuk ju dhash mjaftueshëm të tashme. Artani ja mori dorën. Ti na dhe gjithçka. Fjalë për fjalë gjithçka. Dhe tani e kuptoj më mirë se kur sakrificën që ishte kjo. Zonja Luljeta buzëqeshi, atë buzëqeshje që Artani kishte mësuar ta vlerësonte si thesarin më të çmuar. Por e di çfarë kam kuptuar këto vitet e fundit? Se nuk është vonë. Se ende kemi kohë. Kohë për të qenë bashkë, për të krijuar kujtime të reja, për të qenë thjesht nën e birë pa gjithë peshën e së kaluarës. Dhe pikërisht këtë po bëjmë, tha Artani, zëri i tij i emocionuar. Çdo ditë, nën. Çdo ditë. Zonja Luljeta shikoi horizontin, qytetin që tani e lidhte jo me tmerr, por me rifillim. E di çfarë është qesharake? Mendoi ajo me zë të lartë. Ajo grua që më la në atë vend mendonte se po ma merrte jetën. Por në të vërtetë, më dha një të re. Sepse ti më gjete. Sepse ti zgjodhe të ndryshoje. Sepse së bashku krijuam diçka të bukur nga tmerri. Instituti po shpëton jetë, Artan. Jetë njerëzish si unë. Ky është shpengim. Artani ndjeu lotët, por nuk u përpoq t'i fshite. Nën, je ti që na dhe shpengim. Mua, gjithë atyre të moshuarve që po ndihmojmë, madje edhe shoqërisë që më në fund po i kushton vëmendje këtij problemi. Forca jote, gatishmëria jote për ta shndërruar traumën në qëllim, kjo është ajo që ndryshoi gjithçka. Ata që ndruan ulur në heshtje komode pas kësaj, thjesht duke shijuar praninë e njëri tjetrit, ngrohtësinë e diellit, bukurinë e luleve që zonja Luljeta i kishte kultivuar me kaq shumë dashuri. Dhe Artani mendoi se sa e çuditshme ishte jeta. Ai kishte kaluar dekada duke ndërtuar një perandori betoni dhe çeliku, duke besuar se kjo përcaktonte vlerën e tij.
Por vetëm kur ajo perandori filloi të çahej, vetëm kur ai u detyrua të përballej me dështimet e tij më të thella, zbuloi se çfarë do të thotë vërtet të ndërtosh diçka të qëndrueshme. Nuk ishin ndërtesa apo kompani. Ishte dashuri. Ishte familje. Ishte të bëjë një ndryshim në jetën e njerëzve në mënyra konkrete dhe domethënëse. Ishte të ishe i pranishëm. Ishte të zgjidhje njerëzimin mbi ambicien, lidhjen mbi arritjen. Dhe ndërsa dielli filloi të perëndonte mbi Tiranë duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe roz, Artani e dinte me siguri absolute se më në fund ishte aty ku duhej të ishte. Jo në maj të një kulle zyrash, jo në një sallë mbledhjesh duke mbyllur kontrata milionere, por aty, në atë balkon të thjeshtë, pranë nënës që gati e kishte humbur, duke u kujdesur për një kopsh që simbolizonte shpresë dhe rifillim. Zonja Lulieta e shikoi në atë moment, sikur i ndjeu mendimet e tij. Ajo zgjati dorën dhe ai ja mbajti. Faleminderit, bir, tha ajo thjesht. Për çfarë, nën? Që nuk hoqe dorë nga unë. Që më tregove se ende ka mirësi në botë. Që e shndërrove gjën më të keqe që më ndodhi në diçka që mund të ndihmoj kaq shumë të tjerë. Që më dhe një arsye për të zgjuar çdo mëngjes dhe për të ditur se jeta ime ka një qëllim. Artani ja shtrëngoi dorën. Jam unë ai që falenderon. Për forcën tënde. Që më mësove se çfarë ka vërtet rëndësi. Që më dhe një shans të dytë. Të dua, nën. Më shumë se çdo fjalë mund ta shpreh. Dhe unë të dua, bir. Gjithmonë të kam dashur. Edhe në momentet më të errëta, ajo dashuri ishte ajo që më mbante gjallë. Shpresa se një ditë do të vije. Dhe ti erdhe. Ti gjithmonë vjen. Ky është lloji i idealit që jeti ata e pan diellin të perëndonte plotësisht, duke i lënë vendin yjeve të para të natës. Dhe aty, në atë moment të përsosur paqeje dhe dashurie, si Artani ashtu edhe zonja Lulieta e dinin se kishin gjetur fundin e lumtur që asnjëri prej tyre nuk e mendonte të mundur. Nuk ishte fundi i përrallave, pa probleme apo sfida. Ishte diçka më e mirë. Ishte reale. Ishte e tyre. Dhe ishte e mjaftueshme. Zonja Lulieta u kthye të kujdesej për bimët e saj, duke kënduar ulët një këngë të vjetër. Artani e vëzhgonte me një buzëqeshje, duke ndjerë një plotësi që asnjë para nuk e kishte bler kurrë. Dhe ndërsa qyteti vazhdonte ritmin e tij frenetik poshtë, aty në atë balkon, koha dukej se lëvizte ndryshe. Më ngadalë. Më kuptim plot. Më njerëzore. Dhe Artani, i cili dikur kishte ndërtuar një perandori duke kërkuar të provonte vlerën e tij para botës, tani e kuptonte se gjithmonë kishte pasur vlerë. Jo për atë që kishte arritur apo grumbulluar, por thjesht për të qenit ai që ishte. Për të qenit i aftë të donte, të ndryshonte, të rritej. Për të qenit biri i një gruaje të jashtëzakonshme që i kishte mësuar, përmes udhëtimit të saj të vuajtjes dhe mbijetesës, kuptimin e vërtet të forcës, faljes dhe shpengimit. Historia e Artanit dhe zonjës Lulieta nuk mbaronte aty, sigurisht. Ishte vetëm fillimi i një kapitulli të ri. Por ishte një fillim i mbushur me shpresë, me qëllim dhe me një dashuri që kishte provuar se ishte më e fortë se çdo errësirë. Dhe ndonjëherë, ky është fundi më i lumtur që dikush mund të shpresojë. Jo mungesa e shenjave, por siguria se ato janë shndërruar në diçka të bukur. Jo harresa e së kaluarës, por forca për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Jo përsosmëria, por prania. Jo pathyeshmëria, por njerëzimi. Dhe kështu, ndërsa dritat e Tiranës filluan të vezullonin në natë duke ndriçuar metropolin gjigant, Artani dhe zonja Lulieta qëndronin në balkonin e tyre të vogël, në kopshtin e tyre të vogël, duke jetuar jetën e tyre të vogël të madhe. Dhe ishte perfekte. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit dhe zonjës Lulieta të ketë prekur thellësisht zemrën tuaj. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim shpengimi, faljeje dhe dashurie familjare, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa. Ndoshta ishte forca e zonjës Lulieta, transformimi i Artanit, ose mesazhi për të vlerësuar ata që duam sa jemi në kohë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi zgjedhjet dhe marrëdhëniet tona. Ju presim në episodin e ardhshëm.